Mehmeti Katallësit. Kemi një anije të rrës bregdetare, anë 110. Se kemi vërtetorin I cili do t'i vi ndim një anije. Kjo është një ditë e ngarkuar në trafik detar në portin e Durrësit. Shohim në përgatorin e kompanisë të mjeteve të shërbimit detar, e cila do të ndihmoj një anije transporti, e cila sapo praktizohet në portin e Durrësit. Motovedeta A110 ka ardhur, është ndihmë e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ka ardhur në Shqipëri në vitin 99. Nga ajo kohë, ajo ka kryer me qindra lundrime në detin Adriatik dhe jonë, me 10 operacione të zbatimit të ligjshmërisë detare dhe operacionet të kërkimit SAR. Po në sajt kujdesit të marinarëve tanë, ajo vazhdon të jetë në gatishmëri të plotë operacionale. Ndërkohë, ne po ndjekim manovrat. Që po bën ekuipazhi I anijes Iliria.